pa dëshirë që hoxha e krem të ambani gjatën sonde, po Allah është përrejta nga modësia ta, ka pa dëshirë që unë të flasi pare, po unë po du me përfundu me kaq, edhe po du që hoxhës me adhën fjallin që edhaj me siguri ka diçka shumë më të mirë se që ta shumë të thot ju, Allah është përrejta. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Do më thonë e mërë dëvesh se me marrëveshje e kemi po që shto sonte të dytë me fol, po mi u thonë drejten shumë pritova me uqu me fol. Sigurisht së më keni një kur të thonë kam emocione, kur së më ka ndodhë, kur të flasë, mos me mujtë me izgjellë fjallë që ka po du me thonë, edhe kjo që ka po ndodhë sonte është për një arsye. Po du me thonë, po e pranoj para juve që jam i emocionum për një arsye. Arsyeja është, elhamdulillah, arsye e gëzimit për cilën e falenderojmë Allahun fuqiplot. Për arsye se që kjo xhami është hap edhe është bo funksionale para 8 viteve, edhe gjatë gjithë kësaj kohe, do më thonë që këtë termini të mërkurës ka qenë qështu qysh është edhe qëtash, gati s'ka ndodhë asë njerë që të dytë me konë bashkë, po ka ndodhë prapë në 2 javë të dytë jena ka. Tash, dëshira jem prej atëherë ka qenë që Shejkhenisi me qenë imam në një xhami, jo bukfalisht imam në një xhami, sa çdo njëri prej neve me pas një dritare komunikimi me xhamatin, prej aty ku kena me e dhanë zeqatin e asaj me çka në ka pajis Allahu fuqiplot, e që njerëzit kanë nevojë për te. Edhe këtë punë që e bojmë ne, e bojmë në mënyrë obligative, do me thonë nuk e bojmë në mënyrë vullnetare. Kështu që kur ju luteni për neve, kur ju na jeni mirënjohës pse na po ja u mësojmë dinin, ju jeni të bo nerë me neve, nuk jeni të la borxh se kur farë borxhin ndaj neve s'keni. Borxhin e kemi ndaj Allahut fuqiplot. Atia kemi borxh me i thonë, elhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahun e lavdërojmë dhe e falenderojmë që na ka udhëzuar në këtë rrugë dhe nuk do të udhëzoheshim në asnjë mënyrë sikur Allahu të mos na udhëzonte. Sprovat, fitnet, trazirat, turbullirat, devijimet, deformimet që i përmendi hoxha edhe flet për to në vazhdimsi, neve i hasim për ditëshmërinë tonë. Dhe sa hasim to, muslimani i vëmendshëm e sheh nimetin e Allahut fuqiplotën në vete. Kur kom thonë, çka këshu mbo të shumë konë teqe, çka këshu mbo, paramendo vetën, nashta shumë erana, është e pa gëdhendun me thonë, paramendo vetën të shekon i krishter, ose qifut, ose mushrik, ose i pa fe, ose edhe këfillu, edhe pa këshyre vetën tash qyshie musliman. Shumë është një nimet i madhë, me cilin Allahu i madhruar të ka begatu. Prapë ndoshta është mungesë modestie me thonë, paravendo vetën të shekon një musliman i thjesht dikon që s'ka rast edhe pse danë, s'ka rast ndoshta me ndigju një ligjerat qysh duhet. Ose që po e thjeshtësoj hala ma tepër, por mos me u keq kuptu. Paramendo vetën të shekon ti qysh je qëtash i ri, në kohën kur ka qenë Haxhi Azemi i ri, se e maj men, unë jem konë fëmi, Haxhi Azemi kër o konë i ri, ka shku në xhami, në moshën ma i ri se unë qëtash që jam. Haxhi Sylla kër o konë i ri. Në qatë kohë t'ishe konë i ri, nuk po du me thonë s'ka pas atëherë ligjerata në për xhamia. Vetëm se, qëto që ka po flitën sot, Haxhi Azem, sigurisht nuk keni pas rast me ndigju atëherë. Paramendo vetën me e konë në një vend, në Shqipnin e para 90-nitës, mas 67-ës. Paramendo vetën të shekon musliman në kinë. Do të me i mendu që të gjanat në rumë vlazën për me mujtë me u këndel, me u këfjel, për me mujtë me i vlerësu na një emetet me cilat në ka begatu Allahu fuqiplot. E qka në ka dhonë Zoti? Mos thuni Zoti në e ka dhonë hoxhën Enis, ose hoxhën Filan, ose hoxhën Fistek. Për arsye se, na nuk jemi pejgamber, Zoti nuk na ka çu neve që i ka çu pejgamber. Po thoni Zoti na e ka dhënë këtë din, neve dhe hoxhallarëve bashk. Na e ka dhënë këtë Kur'an edhe këtë Sunet, neve edhe hoxhallarëve bashk, edhe po kënaqemi me këtë udhëzim të Allahut fuqiplot. Qtash tu i ndëgju fjalët, mendojsha për atë trungun mbi cilin ka hyrë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam edhe ka marrë fjalimet e veta. E kur kanë vendosë mi andru ka qajt trungo. Ajo është muxhize, nuk është diçka që na detyrimisht mundëm me e marrë vesh qysh ka ndodhë, por e besojmë që ka ndodhë.
Subhanallah, unë po mendoj se qësaj xhamie, qëti objekte e kam fjalën, e jo qëti xhamati sigurisht, kanë me i mungu ligjëratat e Hoxhës Enes, për arsye se Hoxha Enes prej të shtunës e vazhdon ciklin e ligjëratave të veta në xhamin Isa Beg. Prap po them, kjo është një gjë shumë e mirë për arsye se janë bë dy foltore, jo dy, janë edhe më shumë elhamdulillah në Mitrovicë. Mirë po, prej një që e kemi pas edhe e kemi nda bashk, janë bë dy, mirë po unë personalisht po e ndi vetën shumë mangot. Edhe Hoxha ka lyp pe i me e ka thonë, ti tregoj xhamatit që prej kësaj jave, po s'ko mujt me e përballu një gjatë tillë, për arsye se mu ka duk që vjen shprehje ajo pjesërisht, sigurisht, se elhamdulillah si jemi të jadhon lam të mirën njëri tjetrit, po vjen shprehja ajo që i ka thonë Xhibrili pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ahbib men shi'ta fa innaka mufariqu, duje kanë dush skiçare pa u nda prej ti. Nuk është bukfale. Mirë po, unë shumë kam dëshirë Hoxhën Enes me e pas shpesh që të ulën që të karrik, mirë po, rrethanat po e bikan që me kon edhe në karika. Prap po them, kjo është e mirë po megjithatë kemi drejt me pas nga pak emocione. Ajo çka du me thonë, edhe nuk po e them pe modestis, pasha Allahun e madh. Po e thom prej një pozicionit komoditetit skajshëm edhe të një krenaris të madhe. Unë i jam mirënjas Hoxhës Enes edhe në emën timin edhe t'jujen e falenderoj për këtë mund edhe këtë kontribut që e ka dhënë gjatë këtyne viteve këtu, në këtë xhami. Edhe thjesht nuk po ndodh kur gja, veç ambienti po ndryshon për ndryshe personi që na ka folë deri tani, edhe fjalë që na i ka thonë deri tani, edhe materia që është trajtu deri tani ka me mbet që ajo e njëjta, përveç që shpresoj që ka me qenë sigurisht shumë ma cilësore. Ndoshta ju nuk e vreni, por na hoxhallarët e vrejmë vetën tonë, një ders që e majmë sot, sigurisht e majmë shumë ma mirë se sa njëjtën temë kur kemi folë para 4-5 vjetëve, për arsye se sikur ju edhe na mësojmë në vazhdimsi. Mbram, më ka taku një vëlla musliman në qendër të Prishtinës. Edhe më përshëndeti, selam aleikum, aleikum selam, qysh je Hoxh mirë, tash s'pon vetë qysh je me shnet, tha qysh je me dije, për herë të parë dikush që ma ka bë këtë pyetje që shto, edhe pasha Allahun e madh, pak më befasoj po mi qeli sytë, tha qysh je me dije, unë zona ngosht dita qa mi thonë mirë, i bike sikur me konun e, thash hajri inshallah, me dije, tha majo, Allahu trujt, edhe më përqafi, më shtrëngoj me më tregu se pata me të keq. Vallahi shumë më ka lënë për shtypja ajo fjalë. Në rrugë vllazën, na sot mësojmë, edhe mësojmë për njëri tjetrit, e mësojmë edhe për kolegëve të tjerë, mësojmë madje edhe për atyre kolegëve që janë matri se na, ndoshta me më pak përvojë se na, mirë po çdo njëri prej neve ka nevojë me mësu. Edhe ju keni nevojë me mësu prej neve. Edhe na mësojmë diçka për juve, madje edhe atëherë kur ju ndoshta nuk e dini, që na po mësojmë për juve. Sidoqoftë, ajo që Allahu Azza wa Jall na e ka mundësu edhe na ka begatu me te, është që na e ka mundësu me e njoftë fen e ti në gjuhën cilën na e kuptojmë. Në gjuhën në cilën na e kuptojmë. Une e kom ri, nuk jam shumë i vjetër, po e kom ri kur hutbet janë majtë veç arabisht. Kanë zgjatë 5 minuta, një fjalim arabisht është majtë edhe është zbrit edhe njerëzit e kanë falë gjuman thjesht kanë la bargjë. Edhe sot, elhamdulillah, e pretëm, do më thonë, me ini mësimet në gjuhën cilën e kuptojme. Kjo është esenca, kjo është porosia e islamit. Po e përsëris prap, mu, jo se jo, pas Hoxhës Enes nuk i keni bargjë, përveç prej mirësisë dhe devotshmërisë që keni me bo dua për neve, për ndryshe ato që na e bojmë në mënyrë obligative, me bo mës me e bo. Tash edhe këto po ja u them, me bo mës me e bo, Zoti ka me na marrë në pyetje. Madje jo vetëm kaq, por me bo na, mos mi ju foli, mos mi jamësu juve islamin. Edhe mos mi ju përmbajt vetë kësaj që ka flasëm, Zoti Allah e na rujt ka me edhejz gjehenamin me neve. E inshallah nuk jemi për tyne, boni dua që na me qenë për atyne cilët e flasin të vërtetën edhe e pasojnë ate, me qenë për atyne cilët gjithmonë veç të vërtetën kanë me e fol, edhe inshallah Zoti sa na ka dhënë ymër, inshallah na dhuron edhe stabilitetin në këtë rrugë edhe në këtë fe, në rrugën e ibadetit, në rrugën e dijes, në rrugën e kërkimit të asaj dije. Thjesht po e pranoj edhe njerë s'po di me zgjedh fjallë, por shejkhini sa Allah që përvleft shumë, do më thonë për këtë kontribut, mirë, por na prapë jemi gjemati që kena me të ngu edhe në xhamin Isa Beg, bilat jemi ma shumë kënaqësi si xhamia e madhe, e bukur, e kështu me radhë. Allah është përvleft edhe juve vllazën se për ndryshe pa prezencën e juj, pa
insistimin e juj, pa përkushtimin e juj, nuk është lehtë. Lehtë është me folë prej në kam ose prej ullun në karrik, mirë po ma vështirë është me nejtë ullun në tokë, me gjithat e ju e keni bo këto me shumë përkushtim edhe devotshmëri, kështu që shpresoj që Allah të gjithëve ka me nash përblimet mirat e tia. Dhe më thonë, për sonte ishte kaq. Sot një javë takojmë në terminin e rregullt, ndërsa të shtunën prapë në terminin e rregullt në xhaminin Sabek me lejen e Allahut fuqiplot. Masak shamit gjithsesi në periudhën verore, në atë dimërore mas jacis, ato ma i keni të qarta. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.